Një rekomandim që na ka dalë nga kjo pjesë e raportit është që Kosova duhet ta përshpejtoj miratimin e planit kombëtar të energjisë dhe klimës. Ky dokument nuk është vetëm një reflektim për situatën aktuale, po edhe për hapat që duhet me ndërmarrë ne si shtat për me u përballë me këtë temë. Kosova nuk ka kapacitete institucionale të mjaftueshme për të përballë me këto ndryshime që kisha më thonë shpejta të klimës. Kemi sisteme të reagimit të cilat mungojnë në kuptimin që nuk ka burime dhe kapacitete të mjaftueshme teknike dhe resurse njerëzore të përgatitura për reagim ndaj fatkeqësive natyrore. Kemi koordinim të dobët ndërinstitucional, ndërgjegjësimi i ulët i publikut dhe angazhimi i kufizuar i publikut në përpjekje për qëndrueshmëri klimatike. Një rekomandim që na ka dalë nga kjo pjesë e raportit është që Kosova duhet ta përshpejtoj miratimin e planit kombëtar të energjisë dhe klimës. Në këtë kontekst është shumë e rëndësishme me diskutu dhe me mendu a jemi të gatshëm me diskutu këtë temë, po edhe me përballu këtë çështje. A janë të gatshme institucionet tona me parandalu ose edhe me menaxhu fatkeqësitë natyrore që vijnë për shkak të ndryshimeve klimatike, edhe kemi mekanizma të qarta për me menaxhu këto ndryshime klimatike. Ky dokument nuk është vetëm një reflektim për situatën aktuale, po edhe për hapat që duhet me ndërmarrë ne si shtat për me u përballë me këtë temë.